Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti i bukurisë. Merrni pak aloe vera dhe ja si ta përdorni, rezultati do ju befasoj. Aloe vera njihet tashmë për vlerat e saj për shëndetin e organizmit. Tek vetitë e saj përfshihen edhe përmirësimi dhe parandalimi i problemeve me shëndetin e lëkurës. Janë të shumt në numër produktet farmaceutike për kujdesin e lëkurës që e kanë si përbërës kryesor pikërisht aloe verën. Ushqen dhe hidraton lëkurën, eliminon aknet, si edhe pastron poret dhe largon qelizat e vdekura. Për lëkurë të thatë, xheli i aloe verës ka veti të shumta shëruese dhe hidratuese, prandaj ai është ideal për lëkurat e thata. Ajo i mundëson këtyre tipe lëkurash ushqimin e nevojshëm. Ju mund të përdorni xhelin e saj duke vendosur direkt në lëkurë. Pastruesi i lëkurës. Pastrimi i lëkurës së fytyrës nga papastërtitë dhe qelizat e vdekura është një nga hapat kryesor të një lëkure të shëndetshme. Provoni të përzieni xhelin e aloe verës me pak sheqer dhe me të fërkoni lëkurën e fytyrës kur e lani në darkë. Në saj të veçorive shëruese, aloe vera parandalon edhe acarimin e lëkurës si edhe hidratimin e saj. Përdoreni si një krem ushqyes. Lëreni aloe verën që të bëjë magjinë e saj gjatë gjithë kohës kur ju flini. Lyeni fytyrën, qafën dhe duart me xhelin e aloe verës para se të flini. Kjo bimë nuk ka një përmbajtje vajore dhe njëkohësisht është delikate me lëkurën tuaj teksa ju flini gjumë. Nga ana tjetër, keni parasysh se ajo do të depërtojë thellë në shtresat e lëkurës tuaj. Kështu mundëson një hidratim tepër rrënjësor të lëkurës duke e lënë atë të butë dhe të shkëlqyeshme. Qetëson aknet. Aloe vera ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe antialergjike. Këto gjithashtu bashkohen me ushqyesit të cilët bëjnë të mundur eliminimin e të gjitha shenjave dhe akneve. Ndërkohë nga ana tjetër gjithmonë keni parasysh se lëngu i aloe verës mund të përdoret së bashku me lëngun e limonit për të luftuar shenjat në fytyrën tuaj, si edhe njollat kafe. Nga ana tjetër, aloe vera është përdorur në familje prej shekuj, qoftë për të qetësuar një djegje nga dielli apo për të hidratuar lëkurën e thatë. Bima, veçanërisht xheli i pastër i cili gjendet brenda, ka një listë të gjerë të përbërësve të dobishëm. Studimet gjithashtu kanë treguar se xheli i aloe verës ka vitamina, minerale, acide yndyrore të ndryshme, të cilat mund të përdoren për të trajtuar shqetësime të kujdesit të lëkurës. Kjo është edhe arsyeja pse aloe vera është një ilaç kryesor për shumë njerëz. Si të përdorni aloe verën për të trajtuar shqetësime të kujdesit të lëkurës? Kjo është arsyeja pse aloe vera është ilaçi kryesor për shumë njerëz. Si të përdorni aloe verën si një maskë për fytyrën? Hapi i parë është gjetja e versionit më të pastër të mundshëm të aloe verës. Blini një xhel në farmaci nëse nuk keni në dritaren ose në oborrin tuaj një lule aloe vera. Me një lugë, merrni xhelin që ka lulja brenda dhe vendoseni në fytyrë në formën e maskës dhe mbajini për disa minuta. Mirë po kujdes, mos të hidhni gjetën e aloe verës pasi mund ta përdorni sërish. Mjafton vetëm ta ruani në frigorifer. Aloe vera dhe mjalt. Këta përbërës janë të mrekullueshëm.
Së bashku janë një dyshe dinamike e cila ja vlen të provohet. Mjalti gjithashtu ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe hidratuese. Në përgjithësi, kjo maskë është e gjithanshme e shkëlqyeshme për shumicën e shqetësimeve të kujdesit të lëkurës. Gjithashtu, kur kombinoni këta përbërës, mbani mend raportin 1:2. Për çdo pjesë mjalt shtoni 2 pjesë gjel aloe vera. Aloe vera dhe sheqeri. Skrabet me aloe vera dhe njëkohësisht me sheqer janë më të mira kur bëhen vetë. Nuk është për t'u habitur që ky kombinim i maskave të fytyrës është një zgjidhje popullore. Sheqeri është një eksfoliues natyral dhe në sajt të strukturave të tij me kokra përmirëson pamjen e lëkurës së lodhur dhe gjithashtu sheqeri mundet që të heqë të gjitha qelizat e vdekura. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni ose sheqer të bardhë ose kafë. Ky i fundit është një zgjidhje e shkëlqyer për të gjitha lëkurat e ndjeshme. Për maskën tuaj, aloe vera dhe shafrani ndije. Nëse po flasim për ndriçimin e lëkurës, shafrani indis është mbreti i zbehjes së hiperpigmentimit. Pavarësisht nëse është për shkak të ekspozimit në diell ose shenjave të akneve të kaluara, përdorimi i një kombinimi të aloe verës dhe të shafranit të indis mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjyrës dhe njollave të errta. Në pamje të parë, aloe vera mund të mos jetë bima e preferuar për të dekoruar ambientet e brendshme të shtëpisë, pasi ajo nuk ka erë, nuk lulëzon dhe gjethet e saj në trajt gjembaçi nuk duken as pak dashamirëse, por pas kësaj, duke përfshirë të gjitha minerale dhe antioksidantët që kjo bimë përmban, ajo është ndërruar në një prej bimëve më të përdorura në industrinë kozmetike. Maskë për lëkurën e thatë. Aloe vera përbën një prej trajtimeve më efektive në ritualin e përkujdesjes së lëkurës së thatë. Për këtë maskë, juve do t'ju nevojiten 2 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle kos natyral dhe gjithashtu 2 lugë gjelle me lëng kastraveci. Pasi ju të qëroni kastravecin, kaloni në frulator me pak ujë derisa të krijohet një masë e lëngshme. Bashkoni të gjithë përbërësit në një enë dhe vazhdoni me përzierjen derisa ta bashkoni në një. Më pas, aplikoni në të gjithë sipërfaqen e lëkurës derisa të mbulohet plotësisht. Lëreni maskën që të veprojë për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlani fytyrën me ujë të vakët. Maska për fytyrën e yndyrshme. Një prej problemeve më të mëdha që përballet çdo njeri që ka fytyrë të yndyrshme është se kjo lloj lëkure ka nevojë për më shumë trajtim në mënyrë që të mbetet efekt lucid, ndriçues që ka pothuajse gjithmonë. Përbërësit e maskës janë një kokërvez, një lugë gjelle gjel aloe vera dhe një lugë çaj mjalt dhe 2 lugë çaj me miell elbi. Rriheni fillimisht të vezën, shtoni miellin e elbit, gjelin e aloe verës dhe gjithashtu mjaltin. Vazhdojeni këtë përzierje derisa masa të bëhet gjysmë e lëngshme. Lani fytyrën pa e tharë plotësisht dhe përhapeni maskën me ndihmën e një peneli ose sfongjeri. Lëreni të thahet plotësisht. Do ta kuptoni këtë gjë pasi maska ka efekt shtrëngues. Në fund, lani fytyrën me ujë të vakët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.